Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe po e filloj këtë vlogun shumë vonesë, duke qenë që është drejt. E vlogjet në këtë shtëpi fillojnë në mëngjes kur zojmë. Por sot mëngjes unë kur zjova vajta të marr kamera, cilën e kisha vënë që dihet në darkë në karikim. Po çka kisha bërë? E kisha futur fishën edhe kisha lënë on kamerën gjithë natën. Po, e vetëm gjithmonë Angelës mos e vinte ato 4 fishën se nuk karikon në shpejtësinë. Shpejt si karikon me atë fishën, po. Ishte 1% në mëngjes kur zjova. E sado që unë të rria të prisja, nuk të karikohesh, edhe kishim punë që të bëjmë. Kështu që bëra punë këtë mirë edhe u ktheva. Me tani do shkojmë ande t'ju tregoj çfarë kemi marr. Oh, që më ka rënd kjo ore burr. Ka rëndre. Nuk arrit të kuptoj çfarë peshoka ka shumë këtu brenda. Fruta verdura ja. Që thoni sot e shtun, jam zgjuar 2 herë në mëngjes, jo 1 herë. U zgjova një herë në orën 5, sepse në orën 6:30 duhet ishim diku që të dërgojmë rrobat për bazarin. Në Shqipëri ju kisha thënë, ishte last minute, nuk e kisha dërguar. Më kishte kapur sikleti që nuk do gjëja se njeri ti dërgoj duke qenë që këtu jam festa. Dje këtu ishte fest përsëri për çlirimin e Italisë. Nga fashizmi, nga Mussolini, nga nazista. Nga Mussolini apo nga nazistat festonim dje? Atë dy bashkë ishin. Unë mendoja që isha e mirë në histori, gjithsesi nuk kam studiuar historinë italiane. Edhe që thonin në mëngjes, duhet të çonin pakot gati ishin, rrobat gati ishin. Po buri im vendosi që deshte të më mirë te mua me vete kot, sepse më zgjovi, u futa në makinë thjeta gjën derisa arritëm, zbriti Klajdi ja dha pakot burit huj, u fut në makinë u kthem në shtëpi. E thash, pse burr më ndeshe me vete? E më tha, për sostenjo morale. Hec tani të kuptosh ti çfarë deshte të thoshte ky po e. Rrugës ju kthevëm, duke qenë që unë isha me nervat. U ndalua Klajdi pivëm kafe, mbasi pivëm kafe, u kthem në shtëpi, ja futum edhe 1 orë gjumë. E pastaj rizjuam, po në atë 1 orë gjumë, unë pa qendra shumë të kuqia, edhe u zgjova duke qarë. E në përgjithësi, nuk ja kam kaluar bukur sot në mëngjes. Gjithsesi urgullua muhabeti pastaj, sepse vajta në të përdorurat të bleva shumë gjëra të bukura. Në të përdorurat bleva edhe këtë shport kënë që thoni që është super cute, super fantastike. Thashta kemi me vete gjithmonë kur shkojmë marrim fruta verdura, sepse këtu në Itali përdoren shumë të shportkat. 3 euro kushtonte, why not? Thjesht kam frikë që është gati të çajet me sa shumë gjëra i kemi futur kësaj radhe. To janë të gjitha gjërat që morëm: domate, lule lakër, kastraveca, zukine, dardha, edhe my favorite ones, lule shtrydhes. And this looks so cute and aesthetic. Burr, ciao. Edhe vajtëm e lavëm lushen sot. Ishte dita e muaj që kishte të bëj dusin. O Lucia ime, sa i bukur u bëre. Sa i mirë je ti. Sa i bukur je ti. Sa mi jes bardhur ashtu te mustackat. Nuk do m'plakes ti, Lucia, do ris për gjithmonë një bebka, mirë? Ti nuk do m'plakes asnjëherë. Te shtata. Sot menuja kishte kuskus. Menuja është buri, ai e zgjodhi. Mos doj edhe djathë sipër. Jo. Shikoni sa bukur e kam vënë lulkën që morëm nga Trentina atje. Kyci. Është edhe rumuja këtu që sapo i lava, por u riben. Ti thua bono sepse e ke bërë ti apo se vërtet është bono? Se e kam bërë unë edhe thash vërtet shumë bono. Bono. Sot që thoni përveç të tjerave, kam të bëj edhe shkallën e pallatit. Jam super overstimulated, kam 1000 gjëra brenda te koka ime që po mendoj. Bazari sado që me zor po pres ta bëjmë ta realizojmë. Kam atë sikletin që do dal se kisha në trurin tim, do vi njerëzit apo do ngelen vetë aty. Deri sot që dërgova rrobat, kisha sikletin të arrit të dërgoj rrobat, por janë edhe shumë gjëra të tjera që kam te koka ime. Edhe duke qenë që harxoj shumë energji që të stresojm për ato, ti mendoj të bëj overthinking, pastaj nuk më ngelet energji që të bëj gjërat që realisht duhet bëj, si për shembull vlogun, të pastroj shkallën, të bëj punët e shtëpisë, edhe të jem prezente te jeta ime aktuale. Edhe kjo gjë nuk më ndodh shpesh, por kur më ndodh, më lodh tepër njerëz. E bëra shkallën dhe do të bëjmë bashkë një boxing, sepse kjo çanta po më prek këtu e disa javë ta hap, e më duket që ka erdhur ora. Shikoni këtu këtë bukuroshen time të re. Është një çantë e re nga Polen, por para se t'ju tregoj çantën, desha t'ju tregoj që zgjodha edhe një aksesor të vogël kësaj radhe. Shikoni këtu çfarë packaging fantastik që ka kjo marka. Po do të bësh edhe një dhuratë, janë fantastike. E hap kështu këtë, edhe është shumë estetik. Edhe brenda ka edhe kjo dastakun e vet, obviously. Mora një byzylyk, është ky në ngjyrën gold. Edhe gjëja e mirë është që më pyeti çfarë përmase do, sepse kemi 3 small, medium, large, dhe unë mora smallin, sepse në përgjithësi ora byzylyqe marrin gigant. Kjo ka ndalë super në mod, më pëlqen ti veshësh edhe kështu
kështu thjesht që japën diçka shumë elegante dhe shik, por edhe sipër këmishave të bardha për shembull, e adhuroj. Por pjesa e fortë është çanta. Patjetër edhe kjo ka erdhur me dasbagun e vet. Është një çantë mjaft e madhe, edhe është një çantë për këtë periudhën e verës. E keni parë Leana? Ja pash edhe unë asaj edhe u bëra tepër shumë xheloze. Leana e ka me kafe, por ishte sold out me ngjyrën kafe, kështu që mora të zezën. Barabartë shkon me të gjitha. Ka pjesën e lëkurës edhe ka edhe këtë pjesën e copës. Në pushimet e mia në një ishull grek, e imagjinoj dhe do jetë fantastike. Po edhe këtu kur del për kafe, në sekond ta provojmë. Nuk është kjo tani një mrekulli. Imagjinoni me një fustan të bardhë ose një fund të bardhë, një bluzkë me sandalka. E adhuroj dhe këtu nxit çdo gjë. Prisni të heq edhe këtë pjesën. E kisha nevojë në koleksionin tim. Do ja u lë linkun poshtë description box. Por çantat e Polen, por mua personalisht njerëz që kam 3, më duket kjo është e 4-ta, ja vlen çdo lek. Nga ana e çepjes, e punimit, e kualitetit, e sa shumë durojnë. So happy and excited. Buri im po merret me pastrimin e oborit këto ditë. Unë ndërkohë i kam vënë këtu lajn ujë me ilaç rrobash një kollare, që ka blera të përdorura tash me ndafshë dhe duhet bërë me dorë. Po bje prap shi. Ore që ka rënë pak shi edhe ka ndaluar, ja. Njerë djell, njerë shi, si psikologjia ime është kjo koha. Instabile, zero stabilitet. Nuk i diet, një ditë mund të zjoj me të qesh haha, e ditën tjetër Roseto që thoni është mbyllur në këtë orë. Është hajde ikëm deri te Lidli. Marr të paktën ndonjë patate, bëjmë ndonjë vezë me patate me gjëra për të ardhur. Me lakër. Me lakër, me lakër. Lakër. Lakra është e famshme. Pam shumë njerëz rrugëve me ato letrat e di qelit që ti dërgon shteti shqiptar që të votosh. Tani, neve do na i dërgojnë këto. Unë të paktën kam edhe pasaport, kartën identiteti duhet ta marr tani që do vi në Shqipëri për bazarin. E supozoj që jam i regjistruar në Shqipëri si jo, të gjithë duhet jemi të regjistruar me atë të lindjes. Nëse nuk e di po ka lidhje që Klajdi për shembull nuk ka fare pasaport shqiptare kartë identiteti. Por ne nuk na ka arritur akoma gjë. Por nuk e di, po thjesht ajo arrin apo duhet ne të ishim regjistruar diku, duhet të kishim bërë ndonjë kërkesë të na arrijë ajo. Më thoni juve po dini diçka më tepër. Pastaj nga ana tjetër them, ç'do votoj unë? Ja, okay, më arriti. Unë ç'do votoj si njeri? Nuk e qenë që unë nuk para merrem me politikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër, me sa di, po nuk votove, vota jote shkonte i pari. Unë nuk do desha vota ime të shkojë te i pari, kështu që do votoja dikaj që s'ka lidhje fare. Për shembull, thjesht mos e shkoj vota ime të parit. Ta djeg kështu. Po, të shoh programet politike që njëri gënjen më keq se tjetri sepse thjesht duan vota në këtë periudhë. Daj, nuk i kam besim asnjërit. Zero kokër njeriu si kam besim. O, plasa vape, çarja gushiu. Erdhëm të hajmë edhe një akullore, por që nuk është akullore sepse është soft yogurt me Nutella. Thjesht Klajdive brenda edhe copka pjepri, që ky pjepër është komposto e mua ma shpif. Para se të shkojmë në shtëpi, po ikëm të bëjmë një xhiro nga Papafingoja. Të shohëm po kemi të një robë verore të kollarit të shpeta zbresëm. Njerëz duhet bërë ndrimin të dollapit, po nuk dua fare. Zero, nuk kam asnjë lloj oreksi. Kush do të vitë më bëj ndrimin e dollapit, t'i jap 50 euro. Më rëndovi dhe ajo akulloria. Fluturova. Do ju tregoj tani vlerat e mia nga të përdorura. Buri im tani do të të gjitha këto t'i çoja ndej faktikisht. Gjeta përsëri super gjëra. Unë gjithmonë i them vetes se kam gjetur super gjëra, por e dini çfarë më pëlqejnë. Ndiem shumë e lumtur kur i blej gjëra. Të para, sandale të zeza me xhingla mingla këtu përpara, super të bukura, me këtë takën super fine, super elegante, super seksi, çfarë t'ju them, dashuri. 2 euro i mora ato. Shikoni tani këtu, xhaket, efekt lëkure. Burgundi që në mes ka edhe ripe lidhet edhe ta thekson aq shumë pjesën e belit këtu. Tjetër dashuri. Për në vinte, sepse më ri pak e madhe. Edhe vendosa mos mbaj gjëra që nuk më bëjnë, sepse kuptova që pastaj kur i stiloj, them nuk më ri mirë me këtë, nuk më ri mirë me atë, ndërkohë që nuk më ri mirë mua thjesht, kaq. Një cropped trench, që shumë e bukur është ky cropped trench këtu, shumë cute, beige me këto kopskat. Është fiks për këtë periudhën tani, që nuk bën fare ftohtë, po në mëngjes mba
mbase don të kesh diçka më tepër të mbulojsh para se të dal dielli, se kur ka diell plas vape jashtë tani në këtë periudhë. Po, shikoni këtu tani. Gjeta këtë ripin, që e dini sa super shumë në mod kanë dalë këto ripat tani. Është vintage, e mora 3 euro te një teta, edhe këtë kopsit ku të duash, kështu që i bën të gjithë njerëzve kjo. Nëse gjithsesi e keni parasysh, ideja është disi kështu. Very much I like it. And then, në qese plerash ma futi këta teta, po skaqe, gjeta, qizme, të zeza, me të marrin para që më pëlqen shumë, lëkur, made in Italy, fantastike, do i ve në vindet se janë numri 36, për ndryshe do i mbaja. Jep mërin shumë të ngushta, por shikoni këtu tani sa të bukura që janë. Yll janë. Doja u sillja te bazari, por i vleva mbasi dërgova pakot e mia, s'kam çat bëj. Po edhe këto. Shikoni këtu çat tjetër dashuri e gjeta. Taram! Përsëri taka, se era dhe stil shapkas, po prap ky burgundi, po këto janë fantastik. Këto nuk e di po do i bëj për vete apo do i vë në shitje. Nuk e di çfarë të bëj, janë shumë të bukura. Si t'ja tregoj tani, kam edhe çorapet, por e kuptoni iden. Dua dëshpërimisht të hy të lajm. Dëshpërimisht onos. Gjeta këtë që e dini që ka dalë super shumë në modë edhe kjo. Edhe një jingle mingle tjetër, sepse po kaloj fazën time të bijuve. Shikoni çfarë mbyllje interrestorante që ka kjo. Nuk e kisha provuar. Shumë po më pëlqen kjo. Like very shumë like it. Good job Angela. So nice pics. Sa muaj që kam hapur unë tani këtu. Vura edhe në vinte disa nga gjërat që u tregova. Edhe pastaj në Lidl, patate, buk, banane, këto. Këto ma më pëlqen shumë. Okej, këto kindera. Edhe kisha marrë të provoj edhe këto. Dhe ma më pëlqen në përgjithësi kombinimi çokoladës me portokall. E këto janë nga Ferrero, por ishin shumë të shpifura. E më duket kishin edhe si tip alkooli brenda. Nuk. Ja kam lënë burit i haj ato. Bëra edhe një dush, ora të bëj skincare, por e dini çfarë, nuk e di po duket e në video. Supozoj që mbas e transmetoj. Nuk ndihem 100% e karikuar si njeri. Nuk ndihem sikur jam go. Nuk e di po ka të bëj cikli që po presta më vi. Po ka të bëj sikleti im, stresi im që duhet të më kap në çdo gjë që unë dua të realizoj në këtë jetë. Që mbase gjithë javën kam bërë çdo ditë gjëra jo që po i thosha overstimulated edhe më ka lodhur. Këtë javë zbulova edhe diçka rana e shëndetit, por që nuk e di fare çfarë, sepse kur e zbulova unë ditën tjetër ishte mbyllur doktoresha e familjes. Edhe do marr në telefon nesër të shkoj të më kontrolloj edhe të më shkruaj vizitat e duhura, prandaj edhe nuk dua ta diskutoj se nuk e di realisht fare çfarë. Por sado më ka futur merakun derisa të marr një konfirmim që është normale. Edhe mbase kombinimi këtyre të gjithave, po më jep to reagimet. Nuk kam vajtur edhe shumë në palestër këtë javë, të them të drejtën, se të hënën ishte e mbyllur. Të martën kisha të editoj, të flas për bazarin, të gjitha këto, të mërkurën vajta. Po të mërkurën zbulova ata e pastaj që ju thash që dua të kontrolloj. E pastaj të njëjtën nuk vajta e të premten ishte mbyllur. E në përgjithësi, super. Girl, you can make this, you've got this, don't be stressed. Nuk funksionovi. Plus ndjem me fryr, ndjem me shpifur. Do jetë ky vlogu grindje. E kam të drejtë edhe unë ndonjëherë të më kap. Ajo e imja, e kam edhe unë të drejtën time. Luani in me is back. Kam vënë lule lakrën. Ishte veç lule lakra të mëdha kësaj radhe xhaxhe, më shmbushur një tenxhere plot. Do kemi tham lule lakër për 3 ditë rresh. Po vetani edhe veska ta vash. Kam përgatitur patatet në air fryer, se po më hajt bu. Deri para 5 minutave nuk isha uri, tani po më hajt bu. Mersi shumë. Nuk e di si bëhet kjo gjë, domethënë. Nuk më shinduar pjata ime preferume, bioproteinik. Nuk ishte ajo salcicja me buk në Trentino 10 euro? Ja. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Edhe nisem sepse sot kam të bëj thonjkat. Ora është 9 pa 5 në orën 9 duhet jemi atje, por është këtu ngjitur me shpinë. Sapo u zgjova, drejtova pak flokët keq, se ishin kështu, ai stili Luanit. E po nisem. Makina ime është e qelbur, po kur ju them e qelbur, do me thënë e qelbur, e do duhesh e lar urgjentisht. Por kush ka kohë, kush ka nerva? Një që kemi këtu afër shtëpisë lan makinën time nuk e lan mirë. Nuk më hap fare bagazhi, le të themi që ka gjysmë bagazhi, nuk më lan asnjëherë. Ata që më lajnë mirë janë më larg, kështu që do vazhdoj të ngelet e pa larg. Bëra një ngjyrë nude, super të bukur e të thjeshtë. Mbarova punën edhe herët, kështu që mund të shkojmë në shtëpi të vazhdojmë me programe me gjëra me
Këtu kam rroba të ndera, kam lavatriçe për të vënë, dua ta pastroj pak këtu vendin, të fshi poshtë në tokë, ka dal tani edhe kjo periudha me mangave, dua t'i pastroj pak mirë, po do filloj duke palosur una këto rrobat, që janë rroba të cilat janë mjaft të trasha tani, edhe nuk besoj që na hyn shumë në punë, prandaj ato rrobat që zbrita dje nga papafingoja, dua t'i heq që aty t'i fus në përsirtare, edhe të çojmë lart to rrobat që janë shumë dimërore. Dhe këtu brenda kam disa, nuk e di si quhen këto, po janë këto gjërat që fut brenda rrobat. I kisha gjetur një herë në të përdorurat, i shisnin 0.50 cent njëran, edhe më duket ka marrë një 5-6, tani që po i mendoj ka marrë edhe pak, duke qenë që kushtojnë mjaft këto. Po vajtet blesh te IKEA ose te kinezi. Do me thënë këto të gjatat kushtojnë diku te 4-5 euro, 6 var. Këto janë edhe material më i mirë se ato që kam bler nga kinezi, dhe prandaj them duhet i kisha marrë më shumë, se pastaj javën tjetër unë vajta të marrë të tjera, po kishin mbaruar. Këto kushtonin 0.50 cent, por mua mi la falas ai burit, se kishim blerë gjëra të tjera e na tha këto merrini falas, nuk dua të mi pagua. Unë kisha lënë këtu brenda, duke qenë që ka nevojë të lajn para se të fus rroba. Prandaj them tani, me që ka dal pak diell, të ve markuçin t'i laj këto edhe t'i ndej këtu të thajnë, sepse do duhet të fus palto, peliça, gjëra e t'i çojmë te papafingoja lart. Ka vajtur drek, duhet të ve makarona të hajmë, sepse në këtë orar nuk mund të bëjmë asgjë tjetër, plus supermarket nuk kemi vajtur. Por bëra punkat edhe po diskutoja, tani nuk e di çfarë mund të them, nuk dua t'ju bëj shumë spoil për bazarin, por nuk duam të jetë thjesht ne që shesëm rroba, duam të jetë diçka cute, duam të jetë një event që do vini me shoqen tuaj të ngushtë, do ja kaloni bukur, do ketë të pije për shembull, do ketë cepka shumë cute, do ketë një pasqyrë shumë të bukur, duam të bëjmë zbukurime shumë të bukura që kur të vini të mund të bëni shumë foto të bukura stil Pinterest, që ti postoni në Instagramin tuaj. Duam të bëjmë diçka realisht shumë cute, po mundohemi të paktën të dalë diçka shumë e bukur. Edhe po flisja tani me personat që po e organizojmë të gjëran, por do desha t'ju flas për ta më shumë te video e bazarit. Edhe jam shumë e lumtur që po shoh gjithë vizionin pak më mirë, të vi në jetë, të jam shumë excited, shumë entuziaste. Edhe shumë e stresuar. Jam të dyja gjërat bashkë, por tani ve makarona dhe can't wait. Shpresoj realisht shumë që të dalë ashtu si e kemi në trurin ton, që të jetë diçka shumë girly, shumë estetik, shumë cute. Më ka ngelur këtu edhe lule lakra që dje, e po them ta hajmë këtë në vend të sallatës, se gjuna thash ta hedhem. Faktikisht lule lakran më han shumë edhe lushja. Nuk më funksionon truri, njerëz. Bëj një gjë, por ndërkohë mendoj diçka tjetër, pastaj nuk mund të bëj as atë një gjë që po bëja. Harova të marr doktoreshën në telefon, dreqi që ta haj. Të shoh po do jetë mbas ditë e hapur. Hey Google, metti timer 11 minuti e mezzo. Ok, ho impostato un timer. Përveç të tjerave, kam shitur një 2, 3, 4 pako në Vinted, edhe duhet t'i bëj me si zben gati edhe t'i dërgoj. Tu paketova djetë se sa po postova ushit, atë gjaketën e lëkurës Burgundi që ju tregoj. Unë të ju kërkoj realisht fali për mënyrën se si kam dalë në të gjithë këtë vlogun. Po mundojmë të marrë doktoreshën e familjes. Siamo momentaneamente a te. Super. Thoshti që është hapur sot mbas dite, bo. And of course, lavatrice. Të bardha ka programi tani, se të zezat I kisha vënë në mëngjes. Shirat, tuku. Dhe do zbras këtë dollapin sirtari. Jalë më lodhur njerëz e nuk di ç'a them. Te të fundit që kam gjërat më të trasha fare, e t'i ikën që këtu.
Të sqaroj diçka. Këto nuk janë të vena të bukura, por këto janë për t'u hekurosur. E këto disa janë edhe për t'u larë, sepse janë totalisht të reja thuajse. Thjesht desha të heq ato që janë super të trasha, edhe nuk hyn fare në punë në këtë moment. Por këto avash do sistemojnë, do bëhen bukur. Unë fshiva gjithë shtëpinë, kur i vajti në super, marr popcorn. Çfarë janë këto? Snack prej qiqrash. Interrestorante. Këto baretat, grur, pul, veska, edhe ta keni parasysh, këtu brenda vezët kanë ca kode. Okej, kur i bleni në supermarket. Kur kodi fillon me 0, është bio. Merrni gjithmonë ato që fillojnë me kodin 0. Ato që fillojnë me kodin 1 janë ato që fillojnë me kodin 2 janë oriz, pretzel. Ç'ai ndodhi sot? Pa fund kosa me boronica. Tani mos flasëm për situatën e kefir. Këto ishin sa më mbante dora, ka edhe të tjera aty. Çfarë është kjo? Nuk e di, kisha provuar një herë këtë kefirin, që është me kolagen. Po ishte shumë e shpifur, më duket. Diçka ka haruar ai tani, po çfarë? Qiqrat. I pas ka marrë qiqra. Pse më duket sikur ka haruar diçka? Obviously ushim për çenkën. Bëra pul me patate. Se buri më tha të marrëm pica, por nuk mundëm të vazhdojmë të hajmë keq. Tani që po kaloj stres, po ha shumë budallalliqe, po ha shumë keq. Ndihem sikur është vetëm moment që ndihem pak më mirë kur haj keq. Por kjo nuk bën mirë. Edhe kjo është e gjitha në tru, duhet ta ndalosh. Buri më vajti për vrap, po kthej në shtëpi, ishte i bardhë i gjithi, kishte rënë tensioni, nuk e di çfarë. Marrë diçka për vete, grose. Jo. Nuk të autorizoj ta thuash. Ishte bërë keq fare. Nuk të autorizoj ta thuash, kupton? Do të denoncoj. Çfarë Do të them avokatës tim. Çfarë do i thuash avokat? Po e denoncoj për çfarë? Si nuk mund flasësh për mua në video. Unë dua të flas, kush më ndalon? Unë. Përveç se i pas ka rënë tensioni, ka ndodhur edhe një dano cerebrale, diçka në tru. Bon appetit, baby!